E bën edhe bën të drejtje. Ta kriminela. Po I vras njerëzit, po I lën pa bukë. Të pati me një krim të dali vetë nga molla. We will not be held responsible for any independence or stealing in excessive training this summer. Ej, Fotografi. ju putem. Mirë, si ka dollë. I qa ma beth tu, idera kreative për të bërë lek në live. Plako I ke super pas video, që sa e mbarova, se po prisja roba të thashin dhe po e shifja I qika të video në re, ishte goxha si për plak. rosh, faleminderit. I ke pas Qa problemi ka këta, Allah, unë se kuptoj pse ndjen ka shumë të cënuar këta nga ato kafshët e pyllit. Ka filluar Jo, shumë, mua më bëhet shumë qefi që po ndjen ka shtulla, që po ju djek pytha, se në fillim nuk e dinje se qa po stilnin. Kur I nxirnin një më dy në për televizion. Mirë, në fillim e kishte ekskluzivitetin vetëm Arian Çani. Thoshin njerëzit mirë te Çani vjen. Po kur filloi po I merrte edhe Top Channel-i të gjithë me radhë, po ai Arian Çani deri diku e ka diçka të mirë se ai vendos në shumicën e rasteve përballë njëri tjetrit. Edhe shahen edhe bie niveli dhe ti do me thënë e bën pak atë diferencën. Që thua, okay, këta janë persona që vetëm po shahen dhe deri diku do me thënë e kupton të krijohet që ka jo ndjesie superioritetit kështu. Po këta të Top Channel-it këta I marrin aty dhe këta I trajtojnë kështu edhe si njesha, më kupton, si që janë për shembull të ftuarit e tjerë, që shmerrin për shembull një gjyshe aty që tregonte për byrekun që bënte ose për këto budalliqe që nxjerrin televizion. Kështu merrin edhe këta, e kupton? Edhe nuk mendoj. Atëherë bëni si të zgjuar ta, jo çai bën ujku kësul kuqes, jo këtej po andej. Tani që po marrin problemi me këta zemra, se mua më bën një gjë që më bën shumë përshtypje, se janë hipokrit në një lloj grade që ose s'dim ne ose jemi ignorant ne dhe nuk dim ta pranojnë, ose ata vërtet janë një lloj hipokrit të një grade që te kalon çdo gjë. Dërgoj një nga shoku. Klevjo plako futa më 2 sekonda dhe ai ishte tu shajt normalisht që ka ai vllai gjithmonë, po fliste për këto emisionet këto që ishin bërë moral atij, domethënë dhe po thoshte po mirë valla. Gjithë emisionet që bëni ju të paktën e tjetër gjë. Edhe Arian Çani paktën I vënë në 12 ata në 11. Po. Ju vënë orë 5 edhe ajo përputhen kepit u ndimeve ai jeth ato qumsin në fytyrë ça dreshin një hodrën atij, e kupton. Edhe më bëri shumë përshtypje se kishin atë pyetjen janë këta shëmbujt e dur, çfarë po I japim ne rinis. Edhe po thosha më mirë ta. Mirë këta se këta vari lesh, ta s'kan as producent, as lek, as nuk marrin as lloj gjë. Po ju dhe çfarë po jepni drive? Po çfarë po jepni? Po përfitojnë novela turke na mëngjesit deri në darkë apo përputhen pastaj? Përfitojnë nga emri atyre që I përmendin atje, valla është për tur. Po shiko, unë këtyre të Top Channel-it ju vura avizën që para që kur filloi pandemia në fillim fare ishte një show, e kishte emrin Aventurierët. Se çan nga ata çunat edhe një, po kur filloi ky show si fillim, episodin e parë këta pijen bën spat edhe njëri vete për spital, e merr ambulanca, se pi shumë alkool. Fillojnë kritika direkte aty që jo këta po shthurin rinin, jo këtej po andej. Pas një ca ditësh marrin 2 nga këta të përputhen, këta vetë të Top Channel-it që po jepnin përputhen, edhe I thon, po ju pse pini, po këtej, po andej, po ky është show që s'ka vlera. Ora më falë valla, po ti si televizion e pranove atë dhe po jep lekët atyre që të jepet. Nuk I marr vesh valla, ka nikur për lesh. Është bugra që për të bërë moral merr do të përputhen plako. Do të marrësh ndonjë rrok. Po fiks, po kur marrin, valla, po atë me këtë shqipen unë se marr vesh valla, se me këtë shqipen e kanë bërë faqen mbyth ata. Ata e hoqën nga përputhen se doli kështu si homofobe e hapur fare, doli domethënë kështu urryese në maksimum e hoqën nga programi. Edhe venin nxjerrin direkt e programi tjetër. Po ti ose mbaj qëndrim ose mos mbaj valla. Ti ose mos sheta plako. Rob që kur janë të mërzitur, sheta ose rob që janë të mërzitur zakonisht janë shumë aktive. Kuptojnë, bëjnë like, bëjnë share, futen nëpër komente, thonë kështu, ashtu, o legend, ju jeni pista. Ato duan ata, nuk I intereson më as lloj gjëje atyre, kanë vënë unë. Po shkulmi me ta. Nuk merren vesh. Nuk I kuptoj fare, domethënë, unë s'e kuptoj gjëja e parë si një televizion mund të merret me ata. Nëse ty
je vërtet shumë herë më lart se ata, se është e vërtet ajo që kishte thënë te video. Është 100% e vërtet që ajo është kritika, kjo që bën ti për shembull ato që bëjnë çuna dhe antibesi, edhe un po vajta ndonjëherë domethënë ideja është se kur flet ti plako ti as të paguan njeri, as gjë, nuk të thot njeri mos thua këtë, mos thua atë, çfarë mendon e thuaj. Gabim mirë thua plako, po e the gabim e them vetë, okay, kisha gabim, tani kam kështu. Ata e korrigjoj me rëndësi. Skenar, vlla, ata e kanë një lloj skenari, domethënë, edhe kanë futur një lloj doktrine, domethënë, një shkatrimi komplet. Se për mendimin tim, për shembull, okay, thoro, domethënë që janë shokët e mi që mund të jenë pak më konservatistë të tjerët. Po ato emisione janë vërtet emisione plera, plak, kupton? E mban mend atëherë në fillim kur e kanë përputh njëshi apo kush ishte më para që kur vinin tonë për qytete ishim kalamaj kështu me grumbun nga 60 2000 veta. Po mirë, normale është ajo. Tek shikon, ne shqiptarët në përgjithësi këtë pjesën e moralit të vëlla ne kemi pasur të shkatruar se kur njeriu është në varfëri ekstreme, nuk mendon dot për moralin, njeriu mendon për bukën, më kupton? Fatkeqësisht në komunizmin kështu na lave. Po do shumë të drejket, je the shumë bukur, po ta kapi sik aty ku e le, thosë mendon për bukën. Po mirë, më çfarë mendel tani çfarë ka buke po shikojnë ata valla, se të merresh me përputhje me plaku për mua mendimin tim, sa do i varfër ti është si miritur kështu në plaku. Kur s'kishe gjëra ura vaj, më kur am qenë në vit 2 dollar, në vit parë fare, ku doja të bleja një pa atleta te shkolla 1 maj aty në Berat, nga ato të përdorat, asiksat, fix fare. E kupton? Valla punova unë valla, si jep të jeri do blesh atleta që s'blen të tjerë valla. Do më shumë i puno vet. Nuk merresh unë, po unë jam depresiv, do shikoj përputhjen, tash shikoj çfarë jetë bëjnë këta. Çfarë është kjo? Shiko pak, te kjo, po ke të drejtë. Kjo është shumë e saktë, po te kjo që po thua ti tani ndodh për faktin e vetëm se interneti dhe rrjetet sociale sa të mirë aq edhe të keqe e kanë këtë pjesën, sidomos interneti, se interneti në brezit ton na hapi syt se ne shikojmë botën. Ne tani shikojmë si është një shtet si Amerika, se unë jam i 97, jam 25 vjeç. Kur isha unë klas 3, klas 4, që s'kishte ardhur akoma as internet, ne atëre ishim si kafshë, ne ishim bëj ato detyra. Ndërsa tani që po shikojmë internetin, ne pak a shumë po rrihemi edhe me mentalitetin që kanë për shembull shtetet si Amerika, me Kim Kardashianin dhe me këto. Dhe kur ky lloj mentaliteti vjen në Shqipëri, nuk përpunohet dot, se ne nuk e kemi bazën në familje, në shoqëri, në shkollë, andaj këtej që ne ta përpunojmë këtë si mentalitet dhe të arrim të bëjmë diçka tonën. Ne përpiqemi t'i kopjojmë direkt. Mirë po, në një vend ku ti ke pasur gjatë gjithë kohës lidhje me Turqinë, se ke qenë kaq kohë i pushtuar e këtej andej me atë lloj mentaliteti të prapambetur, kur dikush kopjon Kim Kardashianin, gjysma tjetër do ta kurvëroj nga mëngjesi deri në darkë, më kupton, dhe prandaj janë këto gjërat e skajshme që ndodhin këtu në Shqipëri edhe ikin njerëzit, sa ikin te se ka jashtëzakonisht një kërkesë shumë të madhe plak. Unë kur fillova kështu me siklete, me gjitha, ke parasysh mami nga mund të kesh pasur ti edhe një gjë kur ke filluar pavarësisht se ti kesh shumë kohë përpara. Plako, mbas podcastit të tretë që bëra unë në Rock thoshin bëj review për puthën e plaku. Unë merr shtëpi jo për të thënë se jam moralist, po literalisht unë nuk e dija plak. Se në ato ka qenë dhe lloj faze e universitetit që unë kisha shumë gjëra të probleme me letrat e me gjitha tjera dhe isha out fare këtyre. Edhe kur filluam të gjumë se kisha ide në fare, domethënë aty kam filluar, kam parë mora kështu si përpunim informacioni, ca video, domethënë të gjitha. Edhe për të pjesën që thua ti që vijnë ato materialet nga jashtë. Kam bërë një monolog un plako, o jam shar un për ato monolog, o nuk është shar njeri. Domethënë shar, diskutohet, po që është monologu e ka pasur titullin Sfungjeri, edhe bëja një lloj derivati, thosha që ne jemi vëllai si sfungjeri enve për botën. E kupton se edhe sfungjeri kur lan atë pislllëkun e lë enën e pastër e merr pislllëkun, edhe ne të gjithë pislllëkun marrim nga bota. Lloj budalliku, çdo lloj gjë që është kontraproduktive, që nuk sjell asnjë gjë, që është thjesht një lloj ku dëgjoj, një lloj kulture konsumatore parazite plak. Nuk e di domethënë se
edhe rob pse pëlqen valla se e mbaj mend kur bëshin këto emisione me pyetje atëre kështu që janë ato kur milionere shikoni njerëzit e mbaj mend tu shko un mami babi vllai kur ishte aty para se të shko gjithë shikonin valla kënaqeshin. Po, jo e vërtetë që shikonin. Kur se gjeni parë, e kupton? Ishin diçka ato valla që vërtet u ushqenin që un po them mos ketë nga ato, se nga ato do ketë gjithmonë burse kështu ky lloj tregu kjo shet shumë. Po ndryshe vllai në shtetet e tjera nuk janë siç janë në Shqipëri edhe në 5 vite. Fiks, ky është problemi. Ne kemi vetëm këto. Ne nuk kemi dhe ato të tjera që ka bota, ato që janë të saktat. Ne kemi vetëm llumi dhe kazani. Se di. Po thjesht, po ka bërë shumë përshtypje se pardje e pash atë që ishte live di isha me atë shoku më prinin ai goç, po bëni muhabet se sa janë indinjuar këto televizionet e gjitha dhe fiksi me porosi doli kjo video jote që e pashi që ishte. Është me qesharake, ta mundohesh ta bësh skenar plak ose bën dot. Nuk, jo, është me vërtet për tut. Po, shiko, unë i këtij mendimi kam qenë që kur mu mbyll kanali, se mua një kanal YouTube mu mbyll, domethënë. Filloja bëja video për këta të përputhen, domethënë, thoja ato mendimet e mia në lidhje me skenaret e tyre. Kështu dhe mu mbyll ai kanali, normale, se nuk të lënë, se ne normale, se të gjitha ato televizionet, individët si puna ime, si tjetër, se kam njohur goxha shumë këtu që përpiqen të bëjnë video të njëjtit format, na kanë frikë. Na kanë frikë se e kuptojnë që nëse ne kemi lirin siç e ka gjithë bota që të bëjmë video për gjërat që ndodhin në Shqipëri, lirisht, ata e dinë që ne do ta marrim audiencën dhe ata do detyrohen pastaj të bëjnë gjëra më të mira, të bëjnë gjëra kreative që të arrin të bëjnë audiencë. Se në botë e kanë të gjithë youtuberat audiencën. E kupton, në botë po edhe në botë për shembull edhe unë mbaj mend qysh është ajo Love Island në Britani, domethënë këtu në Gjermani është diçka me modele Gemini, Next Model, diçka budallike tip, po që është shumë drama, e kupton, çfarë ndodh. Edhe këtu para ca kohësh ka qenë se këta mundohet të bëjnë ata stilin që bëjnë shqiptarët që janë mbyllin. Pa ata nga që nuk kanë mbyllim dosë të ligji këtu domethënë çfarë bëni ato që nuk përdorin dot as video as një gjë ju, domethënë mund të përdorni vetëm foto. Jo, dhe njëri në gjysh, një që është nga perëndimi i Gjermanisë, kishte jetur në gjysh domethënë njëri që unë ka të drejtën ta marr informacionin tënd, sepse sipas ligjit domethënë unë po e vë që është review e këtij gjëje, unë do të bëj link, do të vë linkun ty domethënë që çdo gjë do të vinte ty, po të vinë, po unë kam të drejtë ta përdor. I zjati pak aty po e fitoja ajo plak. Kurse unë kam vënë këta në Shqipëri se ka disa persona që janë munduar të bëjnë ato review-t edhe kështu, edhe ja kanë bllokuar të gjithëve. Edhe këto faqe që edhin kështu tash jot shumë atë internetit, këta që dalin në kështu. E ke parasysh janë ca faqe në YouTube që edhi vetëm këto kur lënë një të forta ose kur shajnë keq për shembull, i presin si video i hedhin. Edhe këto përpara me ato punë merreshin plak. Merreshin idhin shumë për përputhje gjëra emisione çfarë bëshin, po ja kanë bllokuar gjithë atyre. Ja kanë bërë demonetizing gjithë atyre videove, edhe si bëjnë me ata normalisht. Shiko, se unë atëre e lexova këtë ligjin e të drejtave të autorit, e mësova përmendsh. Ligji është i bardhë mbi të zezë, mund ta shikoj kush të doj, thotë, ti ke të drejtë të përdorësh çdo lloj materiali në Shqipëri pa të drejtën e autorit për arsye informative, për arsye, domethënë transformative, për parodi, për satire të tjera. E kishte ligji shqiptar, e bardha mbi të zezë. Por duhet të bësh është ajo të ditur burimin nga e ke marrë. Patjetër ajo ishte. Po e di pse është me kjo ligji, se duhet të ketë çdo rob, edhe një person valla, edhe një që hap sot në Instagram që s'ka asnjë foto, duhet ta ketë aftësinë që ta marrë një informacion, ta presi dhe ta përdori për të vetmin fakt, sepse kjo lloj gjëje që bëjnë këto është një lloj kështu diktature televizive plako, sepse ai thotë që nëse ti nuk je në fuqinë që jemi ne, domethënë çdo lloj gjëje mund të bëjnë. Ne mund të fusim në një child porno për shembull, mund të fusim të therim në njërin, ti se përdor dot, e kupton? Kështu që ata valla janë vetë zot, vetë shkop, ata nuk i kontrollon njeriu. E kupton? Sidomos tash që janë bërë kështu me shtetin ata, e kupton që i han dreka darka bashk, s'ka kush i kontrollon më njeriu ata. Kështu kanë qenë, jo, ata kanë shumë të fuqishëm, kanë pasur edhe probleme të tjera shumë të mëdha me televizione, me kështu dhe prap nuk e çaj bën për momentin, po problemi kryesor me këtë qendron këtu valla se është ka të bëjë drejt për drejt me censurë, me të drejtën e fjalës. Se nga ndryshon të bëjmë ne këtë live këtu tani dhe të flasim për përputhen dhe të na mbyllet video,
sikur të jemi 5 veta atje poshtë të bëjmë muhabet për përputhjen dhe të vit njëri na mbylli gojën. Është një jetë gjë apo? Ne jetën që po bëjmë, ne po flasim. Frika është atyre, domethënë se kur je 5 veta plako, do bësh muhabetin 5 veta dhe do shpresosh se secili ata 5 veta të ketë një shok tjetër që ja bën këtë muhabetin, do pa kohë të përhapet i njëjti lajm që do përhapet në mënyrë tjetër. Kurse këtu plako tu të dëgjojnë sa të dëgjojnë, domethënë edhe përhapet më shpejt, edhe ata nuk e ndjekin dot. Se mos harrohet plako, se edhe televizionet kanë edhe burokraci më shumë se sa ke ti s'ke fare, për shembull, ti hap live-in një për shef, domethënë, kurse ata do duan procese, do bër këtë, do bër atë, do i rob që ta shkruaj, do i rob që ta postoj, edhe normalisht nuk e ndjekin dot ata, prandaj e kanë atë frikën aq të madhe, domethënë. Po tani domethënë e kam vënë në re ndjeshëm që televizionet po e ndjejnë shumë nevojën e të marrit të influencerave nga rrjetet sociale dhe t'i fusin në televizion. Edhe se kam pasur edhe ca shokë kështu që vjen për ndonjëherë për këto televizionet, po e di sa qesharak është, domethënë unë për veten time nëse nuk marr pagesë tamam, të marr lek, ata kërkoj unë nga televizioni, unë nuk vetëm as si televizion. Vetëm nëse është për shembull mund të ishte atëherë përpara që të futesha në një show që do më jepte tamam mundësi, të ishte tamam show i gjatë, që të më jepte më mundësi të tregoja veten time dhe të merja ato followersa që ti kisha, e kupton dhe pasi të mbaronte programi. Po të vete për shembull që dalin këta ndonjëherë jo te Rudina, jo ande, jo këtej, edhe të thojë ajo ç'a bën ti, edhe ti thua unë bëj video në internet. Këto janë qesharake fare, mos të marrësh as një lek. Nuk i mbyllur ai plako. Ai është një rrethi i mbyllur se shiko ç'a bën ata, se edhe aq dallin nga era ancian ata. Ata prodhojnë këta lloj influencerë apo rob të famshëm, të mirë të keq, si jam unë robi që do ja vë emrin, po i prodhojnë me emisione që janë të love story për puthën Big Brother, prodhojnë tipa ata që do shkaktojnë një lloj hovi në rrjetet online, e kupton? Edhe kur këta kalojnë vet, pastaj ngrihen akoma më shumë vet online dhe ç'a bëjnë këto? Me këto që kanë prodhuar nga një emision, e marrin prapë ushin emisione të vdekura si Rudina Magjistari si shef njeri, e kupton? Edhe e kanë cirkun e mbyllur ata. Janë self-sustain nga Johana, domethënë. Edhe çdo njeri që nuk e bën njëjtën gjë, domethënë që bëjnë ata, i cënon aty. I cënon çdo lloj gjëje, çdo lloj plani që kanë ata. Normalisht do të flasin keq. Por unë se kuptoj valla pse flasin keq për këta, se këta mund të jenë lloj gjësh o plak. Unë jam jashtëzakonisht kundër të shash, jo merre u bam bum, po secili ka vetëm o plako. Ai po bën çfarë bën. Unë jam i bindur që nëse ti nuk je dakord me atë, nëse ti mendon se ajo gjë është e gabuar, e para fare mos e konsumos informacion plak. Se një klik që i jep ti atij, një njeri do ngarkohet, e dyta bëj diçka vetë valla. Nëse mendon ose suporto një njeri që bën diçka ndryshe. Të vë prioritete, po si bën njëri të vëlla, se është ajo pjesa e hipokritësia, ajo pjesa e kafës, e kupton? Qështo që s'ka punë do ikim, e njëjta gjë është që thotë që vari lest ja të shkojmë ta se ata të kënaqin. Të merret që kam parë unë vllai kur erdha isha në Shqipëri në maj tash, kur erdha isha në aeroport, u vonua avioni, burra plak, ma 50 vjeç. Me rrov shtëpie po të gënjeva në aeroport duke pritur duke parë kozakun. Live. Po mua nuk ma kishte marrë ndonjëherë në mendje tash, për zotin, jo për gjë. E kupton? Ai tipi ka goxha produkte që unë mendoja që ishte një audiencë e caktuar, mund të ishin të rinj ose të vegjël, minoren, e kupton? Ose edhe të rinj të moshave pak më të larta që ato lloj gjë e pëlqen që s'ka si lloj problemi, valla se nëse ke qef atë. Mos ma kishte marrë asnjëherë nuk ma kishte marrë mendja plako që të ishin burra na 50 e ca vjeç, në punë domethënë me fëmijë me kalamaqe të konsumonin atë lloj informacioni. Se janë dhe njerëz që rinë teja valla, e kupton? Se shesin porta, të gjitha kur vinë tu, edhe ta që kam unë rreth vete, kur vinë këtu, kur kthehen në Shqipëri ulën për kafe, unë ande vlla jam tu e të gjitha, po ne këtu jemi e dim shumë se ç'a bën, ç'a merren, e kupton? Po tjetër muhabet. Edhe i shet atë lloj intelekti që se ke, domethënë atë mënyrë aq të fuqishme në të njëjtën kohë bën këto gjërat e tjera, domethënë nuk shkojnë të dyja. Nuk shkojnë, është shumë e dimshme. Është vllash, jo vetëm ata burrat e asaj moshe, po vajta nga gjyshi unë. Çik më përpara tha ai, është futur njëra te përputhen, tha ai, e di si ka bërë buzët apo jo, i ka bërë na. E do që gjyshi shikon përputhen, se mos shikoj gjyshi përputhen edhe më. Nga je tje plak, se shumë nga ana ime më duket mua.
E fora. Nga Berati. Po, edhe unë nga Berati. Bravo. Çunat e Beratit, ba, çfarë? Tamam, çunat e Beratit. Live nga Berati 100%. Po ti tani je në Gjermani apo jo, si e them duke të ndjerë? Po, plak, po bëj ca vite, po bëjnë avash 8 vite, jam duke mbaruar shkollën, tash kismet. Super fare. Super fare. Avash, çfarë të bëjmë? Aman, olla, si të gjithë, çfarë të bënim? Kishim fatin e mirë ashtu si ta ndoli, se nuk është të bëjmë ndonjë gjë vetë, nuk është se ishim më të mirë nga të tjerët, po. Kishim lloj fati që super. Ku ta gjesh, unë ku ta gjej? Sakrifikuar ro për të naçuar të gjithë, edhe çfarë bëjmë tash? Ai do i dalë zot punës, nuk diskutohet. Po, patjetër. Më qaf shumë se e di ça më keni fiksim aq pas se pasha të videon për Andrew Tate. Ça ke me Andreana valla? Ça të ka bërë tati aty valla? Shiko, në fillim dakord, mund të kishte ca Ore më fal një sik. Ban kjo valla kur pi cigare në TikTok se do të një kakutie. Të bën na e bëri, na e futi. Na e futi për të live. Në fillim po i the ca video me mendime me gjëra, po kur e kuptoj ai që kjo alfa çaja është kështu si, ke parasysh ta alfa lecture, kur e kuptoj ai që shkakton shumë zhurmë, filloi pastaj të thoshte ca gjëra ai vaq aspet si besonte çato, e kupton, jo egzagjerime kështu të papara fare. Edhe e kupton, ai është treg, ai do të thënë u pa qartë se për çfarë i thoshte ato gjëra. Se ata studentët e Hustlers University i merrin ato klipet dhe i shpërndanin. Sa më të zjarrta ishin klipet, aq më shumë do t'i shpërndanin, aq më shumë klikime domenin, aq më shumë do merrte. Kështu që prandaj është skem marketingu apo ka një problem se mund të ketë 12-13 vjeçar që e dëgjojnë atë edhe mund të fillojnë t'i trajtojnë femrat ashtu që thot ai. Ai mund ta përballojë t'i trajtojë femrat ashtu se aty mund t'i vend femrat se ai ble me lekë se ai është milioner. Po këta çapaçulat e veçën nuk ka gjaj. E di se problemi sa unë mendoj që në plako, se unë kam një mendim pak sa më të ndryshëm nga çka ke ti, domethënë se unë kam ndjekur, unë kam pasur një lloj gjese nga që edhe jam marr pak kur kam qenë i vogël, kështu po edhe kam pasur shumë qejf, unë kam ndjekur dhe UFC shumë shpejt, e kupton? To mix martial art. Edhe kam njohur se tip kur ai ishte vllai thjesht kështu kalamaqë, binte edhe që u bë kampion. Aq dia unë për atë. Edhe më vonë tani që ka dalë, kur doli para një 4-5 muajsh që u bë i madh. Problemi që ndodhte me këtë plako ishte sepse njerëzit ky ka jashtëzakonisht shumë, për shembull, si çdo person nuk është i përkryer, e kupton? Ai për mendimin tim ka shumë gjëra që janë gabim që sa do lloj gjëra të mira të thojë ai, domethënë si muhabeti me Trumpi, që ka kur i thotë të tjera nuk të beson më njerëj, e kupton? Po jo, është vërtet shumë e vërtetë. Edhe unë kam dëgjuar disa podcast aty për shembull që ka qenë me profesora, jo që ka qenë kështu me këto që mblidhen kështu një 10 goca këtej, një 10 çuna këtej, e kupton, kështu që tallava, e kupton, jo nga ato budalliqet. Edhe ato që kam parë në plagë kam dëgjuar me shumë vëmendje, këshilla të mira, plagë, e kupton, ik stërvitu, zgjohu shpejt, ku dëgjon gjëra për shembull që unë po mendoj kam qenë 16-17 vjeç, po të ishte një njerëz, domethënë ato status që ai thoshte ashtu, do kishte ndihmuar pak. Po ai bën ato budalliqet e tjera o plako ta si, e kupton? Bën ato budalliqet e tjera edhe kur të thonë rob të tjera s'ke çfarë i thuan ai herë domethënë. Po edhe me të thonë që ta denigrosh komplet domethënë vetëm për ato, unë nuk jam, sepse po ta vësh re të gjitha figurat që janë në jashtëzakonisht shumë të famshëm plako, nuk janë asnjëri të përkryer. Zero. Patjetër. Po. Absolutisht, nuk po them domethënë që kjo ideja që Andrew Tate e kupton është duhet censuruar këto, si jam me këtë fare. Ka një pjesë atyre gjërave që thot ai, po ti dëgjosh, funksionojnë, janë dhe të vërteta. Po për mua ka persona që si për shembull Cardi B, që për mua ajo nuk duhet të kishte asnjëherë platformë, se ajo merrte meshkuj, i drogonte, i lidhte edhe i vidhte. Ajo është njeri të mërshëm, më kupton, edhe këta jo vetëm që s'ja përmendin, as e kanë censuruar. Po këta të majtët të janë e rritës e ngrën në qela. Ideologjisë pastaj. Unë mënja se ti ke shumë parasysh domethënë të luftën e ideologjisë që bëhet. Se në Shqipëri kur bën to muhabete plako zakonisht to ofendojnë rob që ti e ke terezi, kupton budalliqe kot.
Po kjo luta ideologjisë, po pjesën e konservative, domethënë dhe pjesën liberale që janë ato se këto influencerat për shembull çfarë janë të gjithë të denigruar komplet nga ana e majt për shembull, si Cardi B, këto të gjitha, këto nuk e censuron njeri plagu, sepse kanë një lloj agjende politike. Po në qoftë se ti provo tani të nxjerrësh një prift online, mundësisht Kristian, një Andrew Tate, një Jordan Peterson, një rob që vetëm të thotë, ore, e shikon ti si i merr Cardi B ata që i tregon ti mos u bëj sim për vëlla, mos ik mbas atyre, e kupton, mos e fut veten fare në atë situacion. E çfarë bën vëlla? Të gjitha gjërat që bëhen të famshme ti, asnjë gjë nuk janë nga ato që thot mira. Të gjitha gjërat e famshme të ti janë ato që janë vrerë, që janë helm, e kupton? Që një rob po ti shikoj edhe në podcast ti dukesh o plak. Tu ule i bash në dy tash të pimi kafe, ta më atë. To vdesësh që qeshur se ti e di shumë mirë që ai po tall trapin në plak, e kupton? Ai as vetë si beson ato që po thotë, e kupton? Edhe kjo është si problemi i robit vetë, se ti duhet ta zgjidhësh çik informacionin. Pse valla po të thaj Andrew Tate tash i lidhu nga ura, do jesh nga ura ti? Jo. Po, do të them mënyra se si ndikohen ideja është domethënë tek kalamajt e vegjël, se ai nga fundi filloi po rinte edhe me një Adin Ross, ky Adin Rossi ka të tërë ndjeksa kalamaj, është një streamer shumë i famshëm. Edhe po ja u tregove atyre që janë 10 vjeçar ato që thotë Andrew Tate, 12 vjeçar është çik problematike. Jo, nuk ka, ajo është problematike. Do të jesh mbi 17 vjeç për mamën për të konsumuar ato informacione. Edhe e diku është ajo, po më mamën se ato po ti shikosh podcastet, unë nuk e di atë. Unë ta kisha shkuar me një koment, nuk e di do kesh kohë, ishte asun se ka mbaruar akoma, është 4 orë gjysmë, e kanë marrë këto, si e ka ky biznesmen valla. Patrick Bet David. 4 orë 50 minuta janë duke folur me këtë, dhe tani që i ka rënë puplat aty, tani që si ka më akavë domethënë, i shpjegon të gjitha domethënë me çfarë kishte thënë në gjitha. Që ato që do ta jetë të vërteta janë, kupton? Po ato domethënë se plako s'ja ke bërë vendin vetes. E kupton se unë e di, unë që të kam ndjekur e di, po janë 10 milionë robë të tjerë që kanë parë vetëm ato gjërat e tjera. Ti e ke fajin, se kam fajin unë. As tjetri as tjetri. Do me thëmë, mënyra se si ti zgjedh, do me thëmë të arish të famën, ose këtë pjesën është normal në dorën tënde, po ka pasoja, kështu që duhet jesh i përgatitur. Në qoftë se ti del për shembull në TikTok edhe bën vetëm si budalla dhe bëhesh i famshëm për atë punë, në momentin që ti do ndalosh së beri si budalla dhe do jesh diçka tjetër, njerëzit do të ndiqen edhe do të shajnë, do të thonë bëj prapë si budalla, kupton? Është e lidhur, kështu që ose po edhe shikoj, diçka është gjëja më toksike e këtij fenomeni plaho, sepse nga të gjitha anët për shembull, që po ti vësh re, ajo modeli vjetër i të qenit mashkull ose jo vetëm i vjetër, po edhe ai modeli për shembull, si mund ta themi, jo aq modern, jo aq progresiv sa kështu, nuk promovohet me asnjë vend, e kupton? Edhe kjo ka arritur një uri shumë të madhe të këtyre fëmijëve dhe të rinjve, domethënë që duan një rob që thonë që po valla do ikim, do i bëjmë, e kupton? S'kemi lek, do bëjmë lek. Qysh do bëjmë? Nuk e di, po do bëjmë. E kupton? E duan valla kot, e duan se e kanë ushqim për shpirtin. Edhe përveç këtyre tipave që dalin kështu si ky Gogoli për shembull, nuk ka valla. Me asnjë emision nuk ka rob që thonë që ti valla duhet të shikosh, të arish, të ndërtosh, të jesh ku dëgjon rob i mirë, i respektueshëm, të shikosh për të krijuar një familje, të ndërtosh një karrierë, të lësh një legasi. Nuk ka më valla asnjë. Vetëm gjë ku të keti, sidomos ti ke LGBT që çajë këto komuniteti i alfabetit, me ylbera, me gjëra, jo fuckboy, jo women me body count, e kupton? Është pjesë, është domethënë komuniteti se ka diçka, unë këtë pjesën e ndaj domethënë. Ka persona që janë domethënë po ka dhe persona domethënë që janë brenda LGBTQ+. Aty pastaj ka probleme të tjera se ata mund të jenë pjesë e agjendave të caktuara. Nuk mund t'i suportoj dot, pa i ditur se janë, duke, pa i ditur mirë se çfarë gjendje kanë dhe se ku duan të shkojnë. Po persona të ndryshëm, unë s'kam asnjë lloj problemi, ajo është puna jote, çfarë bën ti, mund të zgjedhësh thjesht çfarë duash. Po kur më kërkon mua pastaj, që jo po se unë dua këtë, apo jo po se unë dua të ndryshoj kjo kështu, aty pastaj fillon problemi. Ajo është e gjitha problemi, se njerëzit di ku është problemi, sepse kjo lloj është krijuar një lloj stresi shoqërie që është e paprekshme tash plak, sepse po ta vësh re,
çdo lloj komuniteti për shembull që ka qenë në një farë lloje mënyre i shtypur, nëse e lëti për shembull, do e mbishfryzoj ato. Siç kanë qenë minoritetet në Shqipëri për shembull, që japje shkollë, jo po duam 2 shkolla. Japje 2 duam 3. Jo po duam 8, duam atë, e kupton që ka një komunitetet greke, ku dëgjon bullgare, gjitha au ju. Sa na thoshte Europa ne, jo po se bëhet të vram. E kupton? Kurse atje deri në një farbik i thoshte po dale vllai se tani 3 shkolla s'kemi ne që jemi në Shqipëri, s'mund të kenë ata. Kurse këtyre s'ke çaj thua vlla, se sa çfarë lloj këtë gjë që the ti për shembull, unë jam 100% i njëjti mendim. Vllai ti bëj çfarë dua, nuk më intereson fare. Nuk e asnjë lloj, nuk kam pse harxoj kohën me atë gjë. Po ti nuk mund të futesh asnjë në argjen ti fillosh ti të rrethosh rrobëve si të flasin, e kupton, të ndryshosh të gjitha opinionet, të ndryshosh të gjitha konceptet, të futesh në biologji, ku shumica atyre janë të pashkolluar fare, që më vjen keqe, them nuk kam asnjë lloj gjëje me nga rob të pashkolluar, se edhe unë nuk vi nga familje intelektuale të fund. Po të lutem shumë valla, unë prezumoj të bëhem inxhinier në ndërtimi. Nuk mund të dalem tash të flas ku dëgjoj për mikroorganizmat në lëkurë. Sigur kam 100 vite që studioj, se nuk bën valla. Nuk bën. Po valla, flasi për betonin, zotëri të mbaj unë 5 orë, kënaqesh. Ja vërtet është. Kush kënaqet me betonin, s'ka kuptim, po ideja është që secili do të bëjë atë që ka valla. Kudo kudo valla. Jo, shiko, te kjo në Shqipëri, se unë e shikoj këtë, se femrat kanë lloj modelesh në Shqipëri. Se modelet e femrave promovohen jo vetëm në televizione, po dhe në rrjetet sociale, sidomos TikToku njerë. TikToku është, o promovon TikToku femrat, o nuk i promovon platform tjetër. Po, na promovon dhe ne na njerë, na edhë në një video në For You page. Po të shikosh femra, vetëm nxjerrin gjokse, bëfe, e ke pa fund. Femrat shqiptare këto modele shikojnë. Ke ato pastaj të televizioneve që shumica atëherë në fillim mundoheshin ta shisnin te Dubai sikur vinin bënin kështu agjenci punësimi këto. Tani më vonë doli çfarë punësh bëjnë këto në Dubai. Edhe këto i ketë gjitha në televizione, kupton? Edhe dalin ato hapur edhe thon unë harxoj 2000 euro në muaj me kremra për fytyrën. Edhe presin që njerëzit mos të bëjnë pyetje. Ishte dhe ajo është një lloj aristokracie plako jashtëzakonisht shumë e shtyrë që ajo robja duket që në kulturë nuk është aristokrate, thjesht I ka zënë dora lek keq, edhe s'di ç'a ti bëj. Se nuk ka rob normal plako me gjitha ato pak kontakte që kam krijuar në këto vite me familje gjermane që janë të mira të kamura. Nuk kam parë ndonjëra të mamala ti shoku tim valla të më ketë ndonjë krem. Kremat ku I ble unë valla, te këto çajana Rosmani edhe kështu. Çaja brolli që ble xhelin e kokës unë për shembull, kur kisha flok. Aty I blen ato, nuk ka kështu jo 2000 euro, ku dalem më zonjë, dalem më shpirt. Ti je në një televizion shqiptar. Rroga minimale në Shqipëri është 300.000 lekë. 99% e rove e kanë atë rrogë. Ti thua dal unë shpenzoj 2000 euro në kremra. Po dalem më shpirt, po vetë se je gabim. Ky është problemi me Shqipërinë, se femrat e vogla shqiptare kanë këto modele femrash që ndjekin, meshkujt shqiptar nuk kanë asnjë model. Meshkujt shqiptar të vetmit model që kanë janë ata 20 oligarkë që janë, ata 20-30 oligarkë që janë I kontrollojnë gjitha gjërat e tjera, edhe vendosin gjitha këto femrat në përpunë, në për kështu këta, se normali I kanë dashnoret e tyre. Kështu funksionon Shqipëria, e kupton? Edhe meshkujt ne pastaj, meshkujt normal, kështu që nuk I ruhet travi asnjëri për ne, se ne jemi inekzistent fare, se femrave normale se I duam. Po ne jemi kështu, janë femrat dojnë diçka, një mashkull të suksesshëm nuk ka asnjë problemi, po është kjo pjesa tjetër, domethënë që edhe në momentin e parë që një meshkull normal, domethënë kërkon të arrijë diçka më ndryshe, domethënë është jashtëzakonisht shtypur plak. S'kam asnjë problemi, nëse një femër valla thotë që u plak Nuk s'pëlqej të bleon, ti shkollën s'e ke mbaruar, gjërat si ke në rregull, kupton nuk je I suksesshëm, kupton nuk je aq I bukur sa do doja unë të je I bukur, s'pëlqen, kupton. Në rregull, mos e mra ke drejt, kjo është argumenti se këto janë shitet tua, këto janë kriteret e tua. E kupton? Po kur nuk jepet mundësia, për shembull, aty është keq, se nuk mund t'i shtypësh të një gjë të gjithë meshkuj plako që shihin gjithë në Angli tash edhe që janë shpërndar kudo. Se ti I lë një lloj masë testosteroni I fut në një fuçi, kështu që vloj derisa plasja e fuçia dhe ikin gjithë pastaj. S'dorin më atë. Po edhe andeku vjen shere nga mëngjesi deri në darkë, ferru me filan komunitet, ferru me njëri tjetrin, vritu andej, vritu këtej,
Diskutohet ajo lloj puna atë ka, Allah, kupton, nuk diskutohet ajo. Nuk ka gjithë secili e paguan çmimin ata. Unë vetë punoj për shembull, unë paguaj çmimin, unë s'kam kohë as të gatuaj, as të gjë, do iki, do vetë në shkollë, do ashtu, do vetë punë, do vi shtëpi hotel. Ky është çmimi që paguaj unë. E kupton, jam vetëm, nuk jam nga me ai shumë shoqëri sa kisha aty, edhe tjerë. Çmimi që paguajnë ata është ajo, valla, është rreziku. Ti vërtet do bën 3-4 fishin, 10 fishin e lekë që të bëj unë. Ama unë vllai kur vetëm në kantinë nuk kam frikë se ma futi njëri me thik. E kupton? Kjo është ndryshim. Po. E vërtet. Unë s'kam asnjë problemi me këtë, me ata si individu, se ata janë për shembull, kam edhe jashtëzakonisht shumë shokë, madje edhe shok fëmijërie që kanë vajtur. E kupton? Po janë allergjie valla. Me diploma plak, çuna me diploma ekonomie, me diploma të gjitha që në një vend që ishte normal do kishin një punë shumë që nuk do e plotsonin egon 100%. Do mbaheshin derisa të krijonin diçka të tjetër që do i plotësonte ata. Kurse aty s'ka plak, asgjë, e kupton. Nuk është atje ku duhet edhe normalisht, siç e theti për pjesën që tani kemi internetin dhe shohim të gjitha ne. Ai shikoj ka një mundësi atë, duket më e thjeshtë, pavarësisht se s'është më e thjeshtë. Edhe nuk e di se sa janë tash live se s'dita nga s'do, po kush e dëgjon këtë, nuk është e thjeshtë. As mos shkojnë në mendje, po e ke opsionin as mos shkojnë në mendje, nuk ka një njerëz që të thotë që hajde se kjo është gjë më e mirë që ka ndodhur. Asnjë dhe i kemi shok të gjithë, asnjë nuk thotë hajde. Qose e ke mundësinë me të keq si gjithë tjerët. Se është të gjitha kjo pjesa e sungjerit, të gjitha të këqijave që marrim ne nuk po duam më punën në plak. Këtu në Gjermani për shembull dhe shritu standardi punëtorëve të ndërtimit shqiptar. Nga që kanë shumë kohë, domethënë normalisht rritet standardi më i shtrenjtë. Domethënë tani zakonisht punojnë shumë me serb, bosnjak, kupton se janë më të lirë në krah të gjitha. Po e shritur standardi këtyre tash dhe ata të tjerët që vinë tani, thashë më shritur standardi këtyreve që kanë kaq vite këtu domethënë. Edhe ne nuk marrin puna të vogla. Edhe nuk duan as të punojnë, duan të vi leku kështu. Ore zotri, unë kam qenë 18 vjeç, 19 vjeç kam punuar unë në stadium, unë edhe banja kam larë vëlla. E kupton? Runner, kështu që merr ço pirujn, ço lugë të gjitha. Depresion ka qenë, depresion keq fare vëlla, tash. Është gjë e bukur, nga për shembull nga një ambient shumë familjar i vogël, siç ka qenë Berati që njihje të gjithë, duke si familje, e kupton? Edhe kishe të gjitha ato të vesh në një ambient, domethënë që s'njeh njëri fare, thjesht zero, për shembull, të dëmton. Është më mirë se atje, nuk diskutohet, se nuk dua të luaj hipokritin që të them po vuaj. Nuk po vuaj valla. Shqysh zotit mirë jemi, e kupton? Po çdo gjë e ka një lloj pagese. Edhe ashtu avash do rritën ama, nuk mund të rritesh nga sot nesër, se po rritet nga sot nesër, një mut ashtu do t'i lësh prap. Ashtu do t'i lësh prap. Deri më sot nuk ka pasur një njerëz që për ta të jetitur nga sot nesër të thotë që unë ja hava, domethënë ika. Unë nuk njoh njerëz, po njeh ti në njerëz, okay. Ska, është durim, domethënë nuk ka njerëz, tu shikojt edhe tek pjesë e bizneseve dhe investimeve që bëjnë shqiptarët e vlla. Ktu bën tjetri palestrën, ja ve abonimin 50.000 lekë në muaj. Ta duan të bëjnë lekë palestrës për një vit valla. Po 20 është 20 euro këtu valla. Me kfiti këtu në Berlin, për zotin lart është 20 euro në muaj, edhe mund të vesh në çdo lloj filiali, në çdo lloj ore të doj qefi ty. Në çdo lloj filiali. Ka një për leshë valla, çfarë thua? Këtu punoja unë në një vend valla, bëja ca burgera kështu. Shitej se i vinim edhe emrat e ca kështu të famshme në shqiptar. Edhe për shembull filani famshëm, njëri e kishte pash në Amerikun, sa le kishte burgeri Travis Scottit, që me McDonald's, që u bëja famshme fare atëre para ca kohësh, burger, patate dhe kola ishte $6.75 amerikanë. Ne vetëm atja burgerin dhe ca patate, pa kola ishim 7.100 lekë. Se di, nuk e di. Ne është sistem është të rritë, ne i thoshim Travis Scottit nati, mere gishtin e mezit dhe i dil gjira në për Amerikë. Më kupton? Çaj gjestesh bëjmë. Çe? Kush i blinte i blinte? Jemi shumë epika plak. Po kjo lidhet me ke pasur edhe një video ti për pjesën e shezlonëve plakua dhe kjo pjesa e burgerit është jeta gjë. Se e di që ja bëjnë tyre unë jam i njëjtit mendim plak. Mirë ja bëjnë. Jo 7.000 lekë, jo 15.000 lekë valla. 20, jep valla. A do e blen? Jep valla, rripi. Fiksesh. Atë mendime janë. Po përderisa ka gogola që i blen.
Ti mendoj vetë Allah, po ta kishe ti të thoje ti do hapësh tani do shesh së qofte. T'ja vësh qoften ku ti gjon, t'ja vësh qofte se emrin e Edi Rama ti. T'ja vë një qofte 2000 lekë për shembull. Po pa ti rob që ta blejmë. Budallaja ti mos ta shesësh. Normale valla, klienti shqiptar nuk ka respekt për veten e vet. Vinin atje shumë vetë vend, për shembull ka njerëz që mund ta kenë rrogën 6-700.000 lekë në Tiranë. Mund të ketë një numër të caktuar që fitojnë. Të gjitha lekët e asaj rrogës që marrin, se janë të gjitha ata që janë në Tiranë. Kur jenë në Tiranë me familjen ka një gjë të mirë. Se qera nuk paguan, ujë drita nuk paguan. Mund të jesh 23, 24, 25 vjeç. Po kupton se je jo duke bërë shkollën, ti jo duke kapur në punë atje në 600.000 lekë nga ato. Edhe të gjitha okay. Edhe të gjitha lekët që merr nga rroga i lënë me të ngrënë me të pirë, i prishin atje, prishin 15.000 lekë, prishin 20 lekë me një burger me një pije. Thonë nuk kam vizion, nuk kam perspektivë, më kupton? Lekët që marrin prishin tëra. S'kam dëgjuar ndonjëherë domethënë në Tiranë, se kam u bën 6 vite. Nuk kam dëgjuar një njerëz që të thotë, "Ore, kam dëshirë që të arri këtë", ose dua të mbledh ca lekë tani se dua të investoj diku, ose dua të bëj një gjë, ose dua të blej një gjë që të më ndihmoj për këtë. Të gjithë ku të kapin ai parti, ku të pinë ai drog, ku të prishin ai lek, me ai budallet. O hajde vëmë në filan vend se e shtapu i ri tani dhe i bën të mira. Ata janë të njëjtit oligarkë që i kanë, muaj për muaj i ndryshojnë emrat bizneseve dhe çmimet janë të tëra një lloj. I ke vendet në Tiranë me burgera 7.500 lekë, po kur janë ca waffle, ba? 6.000 lekë waffle. 6.000 lekë. 6.000 lekë. Është turp të tregosh valla, për zotin, është turp të tregosh. Është veç dorë në kokë 4.500 lekë, 5.000 lekë një krep. E di çfarë më vjen në apo një me to. Se kushdo që dëgjon të nëse ti je një njeriu valla që je biznesmeni për shembull, ose je bir politikani, ose valla ke punuar vet, ke shumë lek. Ke shumë lek valla. E kupton? Haj valla. Jo një waffle, merri 10, 2 haj, 8 idhi. Në rregull valla. Po mirë valla tani, po të punosh kamarier siç kam punuar dhe unë njëra inko me 140.000 lekë, tani mund të jetë 300.000 lekë, 500.000 lekë sa vajto. E kupton? Po ti je shi kamarier valla. Po mirë, budallaj e uri dhe do ti je mbledhur atë bakshishin 200 lekë, 500 lekë, 1.000 lekë, edhe vete e prish aty, jam budallaj. Ore valla, çfarë po bëj unë, pse po jap unë 7.000 lekë që është një ditë pune? Është porda valla, do shqiptari do ta bëj pordën. Ai do të thoj, pse vetëm i biri deputetit atje do dali, do vete unë atje me 5.000 lekë në bakshishit të ditës. Nuk, kjo është mendi shqiptare pas. S'ke çaj bën. Po mirë, kjo problemi është çati bëjmë. Është ndryshimi duhet të filloj me ndërgjegjësimin e shiko. Ne si fillim gjëja për mua optimale është të vinë ndryshimi avash që erdhi në Kosovë, që për 3 palë zgjedhje Albin Kurti mori pushtetin. Për mua kjo është domethënë ajo që unë dua, optimalja. Pastaj ajo që do ndodhi domethënë në mënyrë kështu të pashmangshme është që demokracia e këtej nga 2000 domethënë 2070, atëherë do fillojnë të bëhen tamam zgjedhje të sakta në Shqipëri, se nuk do ato plagët e diktaturës nuk do na prekin më, që na preknin ne në mënyrë. Kur të jenë zhvilluar atëherë mund të bëhen zgjedhje të sakta. Po për mua kjo do më ndihmonte që një nga këto partitë e vogla këtu në Shqipëri të fillonte të merrte ca mandate, të bënte ca gjëra derisa të përpiqej ta merrte pushtetin. Me 2-3 palë zgjedhje. Frikë kam unë me këtë se kjo është shumë ide e bukur plak. Edhe unë shpresoj shumë për hatrin tënd, timin e të fëmijëve tu nesër pas nesër të funksionojë, po frika është për shkakun sepse ato bretat që po vinë, plak janë njerëz që janë të indoktrinuar në sistem, janë pjesë e sistemit. E kupton, janë sufllaqixhi, janë patronazhista, janë rob që e dinë që nëse arrin ta mbajnë atë lloj pushteti në të njëjtën mënyrë, domethënë, do e mbajnë. Edhe kjo do ngelim si Turqia, si Rusia, pastaj, e kupton? Se to janë dy shtete që se kanë marrë asnjëherë vetëm. E vërtet është, por në qoftë se që do ketë persona nga këta do ketë gjithmonë. Po, ajo që dua unë është që
këta që quhen elektorat gri, do me thënë, ne që nuk na e blet do të votëm, po ne votojmë atë që mendojmë ne se do ndihmojmë më shumë Shqipërinë për 4 vitet e ardhshme. Ne në qoftë se rritemi, për shembull, nga 5 ose 10% që mund të jemi tani, që nuk bëjmë dot shumë diferencë, se votat tona shpërndahen edhe nuk mblidhen dot bashkë që të bëjnë të paktën 1, 2, 3 mandate. Në momentin që ne mund të bëhemi 20%, 30%, votat do përkthehen në mandate. Dhe këta PD-ja dhe PS-ja, sa do të marrin deputet, mund të marrin për shembull nga 50 deputet, do i duhen votat tona që të marrin pushtetin. Dhe kur t'i duhen votat tona, ne do t'i vëmë kushte pastaj. Kështu mund të vi, domethënë, ndryshimi, si thonë, që të jetë pa ngritje therrje thika, pa ne the 7-2 valla. E kupton se nuk janë Jo, shumë larg qofta, shumë në të puna të njeriu, e kupton. Po problematika me çka kemi parë me gjithë politikanët e rinj, për shembull, ata që kanë nisur me partitë e vogla, si shembulli klasik i Lalierit me lëvizjen mjaft, domethënë ata dalin, marrin çik fam, i prishin punën atë që është në krye. Sa i prishin një punë mjaftueshme, ai krye thotë, "Ok, ta marrëm në vetë të se po e lash kundër me që do të prishi punë edhe opa e ble atë, i kish prandaj." Edhe ai është shembulli se është epike, kupton, ai është shembulli më taze fare, po ka pafundje. E kupton? Ka shumë nga ato të rinj, domethënë që janë futur për partira dhe gjithë janë futur ashtu, ka qenë aktivista, kanë pasur një lloj statusi, kanë pasur një lloj ndjekje, kanë pasur një lloj mbështetje deri diku, domethënë kanë bërë një farë lloj dëmi, edhe ai, se ai gjatë i ka një gjë, pa, kupton, që mund të jetë ligë gjitha, po ka një gjë që Europë nuk e kupton, ai vetëm budalla nuk është atë. Se shumë nuk që tonë është budalla është i trash. Po jo, mos e ti mos e në ndërso kundërshtarin. Ai mund të jetë i ligë, i keq, po e dëmton gjitha në rregull, nuk të kundërshtoj. Po nuk është budallaj. E kupton, se ti ishte budallaj, do ishte si ai tjetri që flitë gjumë. E kupton? Ne kemi fatin e zdi që ai ka gjitha të këqijat e tjera dhe budallas është, e kupton? Edhe jemi të ku jemi. E njeh Shqipërinë shumë mirë. E njeh shumë mirë ai plako. Ai e njeh shumë mirë dhe ditja ka pjetera gjithë secilit edhe kjo është gjëja më e frishme, e kupton? Ti ku të jam të bëj muhabet, ja, ti je 25 vjeç, unë jam 26 vjeç. Nesër janë zgjedhjet e Edi Rama, Sali Berisha e Limeta, ku japësh? Atyre të tjerëve. Po unë se jap atyre të tjerëve që janë në botë plak. Unë se jap valla, se për mua ky Fizderi që është tash, sa do i ligë të jetë për mua ky akoma është e keqja më e vogël valla. Për mua akoma është e keqja më e vogël. Po këta duhet të ikin të gjithë plak. E kupton? Këta janë brez që duhet ta lënë fare o plak. Partia Demokratike, aq parti popullore, se Partia Socialiste është e madhe plak. Kurse demokratike është popullore që e duan njerëzit që ka pasur disa vendimarrje, disa gjëra që kanë sjellë, kupton. Gjithë parti nuk mund të sillë një rob të ri valla. Një rob që të ishte i saktë, të ishte i ri. Ky debati politik, shiko, po ta fillojmë ta bëjmë të debatin politik, e bëjmë një ditë tjetër me kismes nesër mos t'ja fal kurse nuk e di se kam se tani dhe më duhet të iki, po do të them edhe një gjë të fundit. Ti po bën 8 vite që ke ikur, right? Aq them më duket. Po. Se qa demi po i shkakton Partia Socialiste dhe ky tani Shqipërisë është për ta diskutojmë një herë tjetër. Edhe për pjesën e Partisë Demokratike flasim se unë i flas të tema politike, kam qef, i bëjmë edhe live. Po që nuk është aq e thjeshtë, domethënë të thuash që ky është e keqja më e vogël. Edhe pse unë zgjidhjen domethënë nuk ta kam që të them unë mos votojmë atë, votojmë le tjetrin, domethënë se është më e mirë, po forca nga këta domethënë duhet patjetër që të largohet avash avash dhe këto partitë e vogla mendoj unë që duhet të rikthehen. Po që e bëjmë një herë tjetër këtë muhabet. Po, do kisha shumë që ta bënin një tjetër këto. Mirë plako. Me kismet. Unë këtu jam, flasim në për këto rrjete sociale dhe e lëm një herë. Po, të flasim tamam, se do të dërgoj diçka tash në Instagram që të flasim tamam. Ore. Okej. Hajde, vllai, natën e mirë, pastaj gjithë mirë. Natën e mirë, ju pafshim, kalofsh mirë. Gjithë mirë, ciao. Nice. Bye.